Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Po vim sonte pranë jush me një histori shumë të dhimbshme, rrëfimin e pabesueshëm të një gruas e cila nuk e ka besuar kurrë që do të zbulonte mesazhe me burrin e saj, me një femër që ka një lidhje jashtëzakonisht të afërt me të. Është motra e saj. Ajo tha që më mirë të kisha zbuluar mesazhe me dikë tjetër, edhe do t'isha e bindur që do t'ja falja, se sa me motrën time. Tani thot nuk di se çfarë të bëj, edhe nga t'ja mbaj. Letra fillon kështu. Nuk e ka menduar kurrë se jeta ime do të ndahej në 2 pjesë. Para asaj nate, edhe pas asaj nate. Para ishte besimi, familja dhe dashuria. Pas ishte heshtja, turpi dhe një dhimbje realisht që nuk ka emër. Unë isha një grua e thjeshtë, një grua shtëpie, një nën edhe një bashkëshorte. E doja burrin tim me gjithë shpirt. Jo sepse ishte perfekt, por sepse ishte imi. Dhe mbi të gjitha, sepse besoja se familja ishte e shenjtë. Por tradhtia që zbulova nuk ishte një tradhti e zakonshme. Nuk ishte me një të panjohur, nuk ishte me një koleg pune, ishte me motrën time. Gjithçka nisi ngadalë. Shumë ngadalë. Fillimisht burri im u bë më i ftohtë. Nuk më shikonte më në sy. Nuk më pyeste se si e kisha kaluar ditën. Telefonin e mbante gjithmonë me vete, edhe në banjo. Motra ime, nga ana tjetër, filloi që të vinte më shpesh në shtëpi. Fillimisht e mendova sa mirë. Motra ime po më qëndron afër. Por realisht kishte diçka që nuk më linte të qetë. Shikimet e tyre ishin të shkurtra, por të thella. Heshtjet mes tyre ishin të rënda. Zemra ime e ndjente, por mendja ime refuzonte që ta pranonte. Jo, i thosha vetes. Jo, burim. Jo, motra ime. Jo, të dy bashkë. Unë e them nata që ndryshoi gjithçka. Për të gjithë ishte një natë e zakonshme. Burri im flinte dhe telefoni i tij ishte mbi komodin. Një ndjesi e fortë realisht mua më pushtoi kraharorin. Nuk isha xheloze, por isha e friksuar. E mora telefonin me duart që më dridheshin. Nuk e dija kodin, por ai e kishte ndryshuar kohët e fundit. E provova datën e lindjes të motrës time. U hap. Dhe në atë moment, zemra mu ndal në vend. Mesazhe që mua më vranë për së gjalli. Mesazhe të gjata, fjalë dashurie, premtime, mall. Kur ajo fle, mendoj për ty. Ti e gabimi më i bukur i jetës time. Motra jote nuk dyshon për asnjë gjë.
çdo fjali ishte si thik, jo në zemër, por në shpirt. Po lexoja fjalë që buri im nuk mi kishte thënë kurrë, por ja kishte thënë në të vërtet motrës time. Ajo që më kishte mbajtur dorën kur linda fëmijën, ajo që më kishte thënë se jam gjithmonë me ty. E kuptova që në fakt isha tradhtuar dy fishë. Nuk bërtita, nuk qava me njëherë, ula në dysheme. Dhimbja ishte aq e madhe sa që realisht nuk kishte zë. Nuk ishte vetëm tradhtia e burit, ishte tradhtia e gjakut tim. Motra ime më kishte marrë burin, po më kishte marrë edhe besimin të njerëzit. Në atë moment kuptova se ka plak që nuk shërohen kurrë. Nata kalonte dhe unë çfarë bëra? Të nesërmen i ula të dy përballë, burin tim dhe motrën time. Sytë e tyre nuk më shikonin. I nxora mesazhet, i lexova me zë të lartë. Çdo fjalë binte në dhomë si guri nga vari. Motra ime qau, buri im heshti. Asnjëri nuk kishte një justifikim që të vlente. Por erdhën pasojat. Familja u nda, martesa u shkatërua dhe unë mbeta vetëm, por jo bosh. Dhimbja më mësoi diçka. Se dashuria pa respekt është iluzion. Se gjaku nuk garanton besnikërinë. Dhe se ndonjëherë humbja e njerëzve të dashur është shpëtim. Sot jam ende në këmbë. Plagët i kam, por nuk më sundojnë. Nuk jam më gruaja naive që beson të verbërisht. Jam një grua që i mbjetoi tradhtin më të rëndë. Jo vetëm të burit, por edhe të motrës. Dhe nëse kjo histori do të dëgjohet nga ato të dy, dhe nga ato njerëz që dyshojnë dhe ndjejnë dhimbjen time, por edhe që ndjejnë dhimbje pa arsye të dukshme, besoni në zemrën tuaj sepse ajo e ndjen të vërtetën para se mendja ta pranojë. Ndonjëherë intuita është ajo që na lartëson, edhe ne i zbulojmë sekretet më të mëdha.